Historia e suksesit të Qendrës Rajonale për Autizëm Blue Puzzle në Gostivar po dëgjohet gjithandej në nivel të vendit, por jo vetëm. Ajo ka kaluar edhe përtej kufive, duke ngjallur interesimin e shumë organizatave që me vite po punojnë në këtë drejtim. Koordinatori i Qendrës Autizmit në Gostivar Valon Emini njofton se gjatë ditës së sotme kanë pranuar donacion nga shoqata Vitezo Osmjeha nga Novi Sadi, dhe kjo pas prezantimit të javës së kaluar, ku po merrnin pjesë tërë vendet e rajonit dhe Qendra Blue Puzzle u vlerësua me pikë maksimale. Donacioni përbëhet nga pajisje me materiale didaktike për integrim shqetësor dhe integrime psikologjike, si dhe preparate higjienike për fëmijë. Këto të fundit, të panevojshme për Qendrën e Autizmit, u riorientuan në repartin e pediatrisë të Spitalit të Gostivarit. Dëshiroj edhe njerë të falenderoj zotin e Bujshën nga shoqata Vitezo Osmjeha nga Novi Sadi, i cili përveç donacionit që e bëri për Spitalin e Gostivarit, gjithashtu e pajisje dhe qendrën tonë me materiale didaktike për integrim shqetësor dhe për intervenime psikologjike, dhe njëkohësisht na dha edhe një çmim, një certifikat që jepet për çmimin Vitezo Osmjeha për hir të prezantimit të mrekullueshëm që e bëm dhe të natyrshëm për shërbimet që i bëjmë dhe për praktikumin efektiv që e ka qendra jonë. Shoqata Vitezo Osmjeha është një organizacion qeveritare humanitare mbledhur rreth idesë së angazhimit të përditshëm profesional për të ofruar stimuj socio-edukativ për të gjithë njerëzit me pengesa në zhvillim dhe personat me aftësi të kufizuara. Përfaqësuesi i kësaj shoqate Nebojsha Nikolić tha se qëllimi i këtij donacioni është për krahje e familjeve që kanë fëmijë me nevoja ndryshe dhe familjeve me foshnja të posalindur. Naše udruženje u saradnji s partnerskim udruženjima i globalnim donatorima u Srbiji sprovodi. Shoqata jon, në bashkëpunim me shoqata partnere dhe donator global në Serbi, realizon donacione të këtilla tashmë një vit e gjysmë. E në Gostivar erdhëm për një vizitë profesionale në Qendrën për Autizëm Blue Puzzle dhe vendosëm të vim edhe në spital dhe ta dorëzojmë donacionin që përbëhet nga pelena dhe prodhime higjienike, por edhe gjithçka që ju duhet foshnjave në përditshmëri. Kështu tregojmë vullnet të mirë për përkrahje të familjeve me fëmijë të vegjël dhe atyre me nevoja ndryshe, tha Nebojsha Nikolić nga shoqata Vitezo Osmjeha nga Novi Sad. Falenderues u shprehën edhe nga reparti i pediatrisë i gjatë pranim dorëzimit të donacionit, i pranishëm ishte edhe drejtori i Spitalit të Gostivarit Besnik Zeqiri. Ai theksoi se fëmijët janë erardhmja jon, andaj çdo iniciativë që vjen në favor të tyre është e mirëseardhur dhe lart e vlerësuar nga Gostivari dhe qytetarët në përgjithësi. Ne sot jemi mbledhur për të falënderuar një herë zotin Valoni nga Blue Puzzle, gjithashtu edhe zotin Nebojsha nga Novi Sadi, që sot janë këtu për ne, domethënë për qytetarët e Gostivarit, konkretisht për fëmijët e Gostivarit, dhe kanë një donacion i cili është për repartin pediatrik, që është i mirëseardhur sepse gjithmonë e kemi thënë, domethënë fëmijët janë ata të cilët ne i kemi hapësi dhe shohim gjithmonë që ata të jenë prioritet në jetën tonë, domethënë si qytetar apo si prindër. Kujtojmë se Qendra Blue Puzzle është zgjedhur më e mira për vitin 2024 në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut në sferën e mbrojtjes, arsimit dhe rehabilitimit të personave me aftësi të kufizuara nga Fondacioni Prestigjos Dr. Lupsho Ajdinski.